Qyteti i Laçit nuk do të ketë më probleme me përmbytje të cilat për vite me radhë kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa dhe biznese, duke shkaktuar edhe viktima. Me financim të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, është drejt përfundimit projekti sistemimi Toporojt që kalon përmes qytetit, investim me një vlerë rreth 92 milion lek. Punimet po realizohen në kanalin e mbyllur brenda qytetit, ku po kryhet betonizimi i brendshëm, ndërsa në periferi është duke u zgjeruar kanali ekzistues. Ky investim shihet si një nga më prioritarët për qytetin, duke eliminuar rrezikun e përmbytjeve të përsëritura në Laç. Laçi sidomos nuk ka janë shumë keq. Përmbytje shumë të mëdha. Merë po me atë kanalin që bën herën tjetër kur tërmeti, u hoq disi përmbytja. Jo në përgjithësi, po me këtë punën që bëhet këtu, kjo është madhore. Punimet janë shumë të mira, zgjidhin problemin e rrjedhjes ujrave. Këto ujra kanë shkaktuar edhe viktima para ca vitesh. Tani janë sistemuar. Një pjesë e madhe e ujrave kalojnë në një kanal tjetër që e kanë bërë më përpara. Tani edhe këto pjesa tjetër që vinë e grumbullohen këtu, po i kanalizojnë dhe i çojnë jashtë qytetit. Ka pas raste rreshish me intensitet lartë, ujrat kanë dalë nga kanali, njerëzit pastaj për një arsye për një tjetër janë munduar që të kalojnë, po kanë edhe rreziku dhe kanë humbur jetën. Përmbytje të krahes dash deri në pri baltit, pri lloqit. Ka pas edhe viktimë. Ka po, s'ka pas viktimë. Aron babë bia, aron që jo që apo kryqëtet. Të se ti. U kam 5 djem kam, nuk më thot një me shku në Tiranë, asë dur. Cili ashtë në shka, po përshë pra. Qa, ati dhe në gjama hangër loqe, asë me kratë vetë jenë të punu. Sistemimi përrojë të qytetit pritet t'i jap zgjidhje përfundimtare problemet të përmbytjeve në Laç, të cilat kanë qenë një shqetësim i vazhdueshëm kryesisht gjatë periudhës së vjeshtës dhe dimrit.